Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Se tani do të bëjmë një pyetje. Është momenti për ta falur personin tuaj të zemrës? Pra, është momenti I duhur për ta falur personin tuaj të zemrës? Dhe këtë do ta zbulojmë kush është ky person që duhet ta falim me anë të shenjave dhe të gërmave. Pra është momenti që këtë person duhet ta falim. Ky është një person shumë intelekt, shumë inteligjent, pra shumë I fokusuar tek bolloku. Por për momentin ju jeni pak e mërzitur mbretëresha e shpatave me këtë person dhe nuk pranoni për ta falur. Por ky bën të pamundurën që ju ta falni, sepse merr këtë varg dhe niset në një udhëtim drejt jush, për t'ju bindur, duke hyrë për fikalit, pra merr udhëtim, hyrë për fikalit dhe për t'ju thënë ato fjalë të ngrohta bindëse. Është I fokusuar shumë tek pjesa e bollokut, tek pjesa e punës, por prap kërkon të vi drejt jush për të ndryshuar atë mendimin tuaj që keni për ta falur, sepse ti për të je mbretëresha e bukurisë, je kjo perëndesh e bukurisë në këto anë, je perandorja e tij në këtë karrocë, je femra e tij, prandaj nuk duhet të jesh e lidhur dhe me fash. Duhet të heqësh litarin e fashën dhe ti flasësh atij fëmijës tënd të brendshëm, brenda vetes tuaj. Pra, gjithmonë me paqe, me qetësi, me dashuri, duhet ta falni këtë person, sepse ky person është I dashuruar dhe për të ndryshuar komplet situatën, ky merr këtë udhëtim dhe vjen drejt jush. Kush është ky person që do me si bën që ta falësh dhe ta ndryshosh mendimin që ke për të, me gërmën F, me gërmën Z, O, D, C, G, K, E, Një, Q, Z, N, Z, A, L, R, I, M, Y, P. Kurse me shenjat e horoskopit mund të rezonoj kush është ky person me peshore, me deni, me bricjapi, me binjakët, me dashi, me akrepi, me peshqit dhe me luanin. Faleminderit shumë miqtë e mi. Mos harroni të më bëni subscribe, një like, një zemër të vogël dhe një thank you poshtë videos për të më suportuar që të bëj video sa më të bukura, plot energji pozitive.